Sot po flasim për një çështje të rëndësishme që prek drejt për drejt gjepin e qytetarëve të Kosovës, për shtrejtimin e moshën të rrymës elektrike në Kosovë. Sot po zyrët e rregulluarit për energji kanë paralajmëruar rritje të rrymës elektrike deri në 20% që nga data 1 prill të këtij viti, megjithatë ende nuk ka një vendim përfundimtar. Kompanitë e energjisë po kërkojnë që tarifat të rriten, sepse kostot e punës dhe importit janë më të larta. Tani mbetet që zyrët e rregulluarit të vendosin sa të paguajnë qytetarët për faturat e tyre. Deputeti Ferrashara thotë se rritja e rrymës elektrike është pothuajse e pashmangshme. Ai shton se situata politike dhe mungesa e kontrollit mund ta bëjnë që ky vendim të miratohet më lehtë. Deputeti nga ana tjetër Janoj Meri shtoi se kërkesa për rrymën elektrike ende përshtytohet dhe nuk dihet përqindja. Ai shtoi se bllokadat e institucioneve kanë bërë gjithçka më të vështirë. Eksperti i ekonomisë Jakub Bellaça paralajmëron se rritja e çmimit të rrymës elektrike do të ndikojë tek qytetarët dhe bizneset. Ai shtoi se rritjet e çmimeve do të kenë edhe produkte të bazë, si qumshti, djathi e të tjera. Bellaça thotë se shteti duhet t'u ndihmojë familjeve me të ardhra më të ulta dhe të mbështesë prodhuesit. Nëse vendimi miratohet, çmimi i ri i rrymës elektrike do të ndikojë tek familjet dhe tek bizneset.